Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë bisedë me mjekun tuaj. Do flasim sonte për një temë të cilën e kemi trajtuar më herët, por sonte do të ndalemi në një tjetër këndvështrim, sigurisht në fushën e logopedisë, defektologjisë, edukimit special për të folur për autizmin, por në fakt protagonistja ose personaliteti i ftuar sot në emisionin ton është një specialiste ose logopede specializuar për çrregullime të komunikimit social, e cila është shqiptare që jeton dhe vepron në Skoci. Pas disa vitesh përvoj pune në Kosovë në funksione të ndryshme klinike, menaxheriale dhe akademike, ajo tashmë është në Britani, atje ku edhe kryen specializimin për autizmin. Përgjatë karrierës së saj profesionale, ajo ka punuar me qindra fëmijë, ka koordinuar projekte të ndryshme me qëllim të ndërgjegjësimit të shoqërisë mbi zhvillimin gjuhësor në përgjithësi dhe autizmin në veçanti, si dhe ka punuar me studentë të logopedisë në edukimin e tyre praktik sa i përket punës multidisiplinare, zhvillimin gjuhësor dhe të autizmit. Për të folur për këtë temë në lidhje të drejtë për drejtë, duhet të kemi Halime Bicin. Përshëndetje Halime. Përshëndetje Arjan. Shumë faleminderit që na ke nderuar me pjesëmarrjen tënde në emisionin ton për të folur për një temë shumë të rëndësishme. Uroj që mesazhet që do i marrim bashkë do të jenë të dobishme për shikuesit tanë. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit ty shumë që më ke ftuar. Edhe më shumë qejf e kam pranuar, edhe më shumë qejf kemi me fol. Faleminderit shumë. Atëherë të flasim fillimisht pak për autizmin në korniza të përgjithshme, le të themi se çfarë çrregullimi konkretisht është, që ta bëjmë atë dallimin në mes asaj se shumë nga njerëzit e mendojnë si sëmundje, e në fakt është çrregullim. Pra, çfarë çrregullimi është në përgjithësi dhe të flasim pak nga këndvështrimi i një logopedi. Do me thonë, Arjan, autizmi është gjendje neurozhvillimore. Kur themi gjendje neurozhvillimore, nënkupton që se që nga lindja, truri zhvillohet në një linjë kushtimisht të pazakontë, e cila si rrjedhojmë ande sjell dallime në mënyrën se qysh personi merr informacionet prej jashtë, qysh i percepton ato, rrjedhimisht sjell dallime në mënyrën se si personi funksionon në 3 sfera kryesore. Që ato sfera janë aspekti social, është aspekti sjelljeve, edhe është aspekti i komunikimit. Do me thonë, këto janë ato 3 dimensione, 3 sfera që preken kur një person ka autizëm. Megjithatë, ky është një përshkrim i përgjithshëm i autizmit. Mirë po dallimet, kur po themi dallimet, të cilat edhe po i përmendim, mundën me varju qaqshon prej personit në person, sa që ky definim mundet edhe mos me konë mjaftueshëm përshkrues për me kuptu se çka në të vërtetë është autizmi. Për shkak se megjithse këto janë ato 3 sferat e përbashkëta për personat me autizëm, megjithatë tiparet dallojnë shumë prej personit në person. Kështu që për atë dhe autizmi konsiderohet një spektër i vështirësive, e cilat përbashkëtën e ka në sferën sociale të komunikimit dhe në atë të sjelljeve. Përveç asaj që ju e definuat se çfarë në fakt paraqet autizmi në fushën e logopedisë apo nga këndvështrimi një logopedi, të ndalemi pak në etiologjinë, ose konkretisht thënë me fjalë pak më të kuptueshme apo më të qarta, kush e shkakton autizmin? Është një pyetje që bëhet vazhdimisht në popullat. Po, e vërtet. Është definitivisht edhe një prej temave e cila studiohet jashtëzakonisht shumë, sidomos kohët e fundit në Amerikë. Me njohuri që i kemi deri më tash, shkaktarët e autizmit supozohen me qenë një kombinim i faktorëve gjenetik edhe i faktorëve mjedisor. Faktorët gjenetik i kanë vrejt studiuesit përmes studimeve që i kanë bërë me binjakt. Edhe aty i kanë identifiku shumë gjene të cilat ndërlidhen me autizmin. Mirë po them shumë gjene, do me thonë nuk e kanë identifiku një gjenë të vetëm, po kanë identifiku shumë gjene, e që ato shumë gjene ndërlidhen edhe me çrregullime të tjera, e nuk janë ekskluzive për autizmin. Kjo është arsyeja pse thuhet që shkaktari i autizmit nuk dihet, për shkak se gjene të ndryshme janë të prekura në persona të ndryshëm që kanë autizëm. Kështu është do me thonë mënyra se si janë identifiku faktorët gjenetik. E në anën tjetër, studimet tregojnë që edhe faktorët mjedisor luajnë rol. Mirë po, nuk e shkaktojnë autizmin si të vetme.
por e rrisin predispozitën gjenetike, do me thoni predispozit gjenetike ekzistuese, faktorët mjedisor eventual e qesin në pa. E këta faktorë mjedisor konsiderohen me qenë infekcionet e ndryshme gjatë shtatzanisë, për shembull nëse nana ka rubell, komplikimet e ndryshme gjatë shtatzanisë edhe gjatë procesit lindjes e kështu me radhë. Edhe që e përmendëm do me thonë fillim, është një prej temave kyçe, jo shumë në Britani ku jam unë, sa është në Amerikë, e veçanërisht tash me ardhjen e administratës dhe të qeverisjes Trump. Po. Në fakt, është folur shumë në lidhje me etiologjinë edhe atë se kush e shkakton autizmin ose çrregullimet të kësaj natyre dhe zakonisht është bërë si teori konspirative janë marrë edhe vaksinat dhe kështu që është bërë një lloj lobimi ndaj asaj që është shumë e gabuar që të mos merren vaksinat të caktuara, gjë që është shumë gabim. Prandaj dhe e bëjmë këtë pyetje më shpesh për të kuptuar atë etiologjinë apo shkaktarët të cilët e shkaktojnë këtë çrregullim. Megjithatë, të ndalemi pak të flasim për prevalencën, ose thënë më ndryshe për ta kuptuar më mirë për shpeshtësinë e rasteve ose numrin e rasteve që mund të paraqiten me autizëm. Si është prevalenca nga statistikat e deritanishme? Njëjtësit e pjesë e etiologjisë, edhe prevalenca e autizmit është po ashtu një prej temave që zgjon shumë interes kurrështje të mëdha, edhe të shoqërisë, edhe të studiuesit, po veçanërisht të shteteve të ndryshme, për shkak se autizmi vjen po ashtu me shumë shpenzime për shtetin, kështu që secili shtet ka nevojë me i ditë pak a shumë prevalencën, kështu që është temë me shumë interes. Edhe arsye tjetër për këtë interes shumë të lartë është për shkak të statistikave që tregojnë rritje të numrit të personave autik në periudha të ndryshme. Për me tregu këtë dallim më mirë, unë po jap 2 statistika të ndryshme në vitin 2000 dhe në vitin 2025. Përderisa qendra e ullumtimeve CDC në vitin 2000 tregonte që 1 në 500 persona ka autizëm. Statistikat e fundit në prill të këtij viti, pra në vitin 2025, tregon që 1 në 31 persona është autik. Pra prej statistikave, prej prevalencës në vitin 2001 në 500, kemi ardhur në prevalencën statistikat e reja që indikojnë për 1 në 31 persona që ka autizëm. Kjo pra është edhe ajo arsyeja pse zgjon interes kurrështje shumë të madhe si të shoqërisë që ashtu edhe të shteteve, po edhe të studiusve. Sigurisht që trajtimi i hershëm ose paraqitja në specialist më herët do të ndikonte në trajtim të suksesshëm, por duke pasur parasysh natyrën e spektrit të autizmit, si mund të arrijmë që të identifikojmë tiparet e para të autizmit dhe pse kjo është kaq e rëndësishme tek ky çrregullim? Është pyetje shumë e mirë, veçanërisht të pas parasysh faktin që e përmendëm më herët se shkaktarët nuk dihen, dallimet janë në spektër shumë gjerë, pra variojnë shumë prej personit në person. Duke pas parasysh që nivel biologjik, pra përmes gjeneve, përmes laboratoreve, nuk mujna me identifiku autizmin, fokus të veçantë i jepet nivelit kognitiv edhe sjelljeve, pra asaj që është e vëzhgueshme te fëmia. Pra, tiparet e autizmit i identifikojnë përmes observimit, që asaj që fëmia e shfaq, sjelljet të cilat i tregon, mënyrës se çysh interpreton me tjerë, kështu që edhe mënyrës se si komunikon. Si për çdo gjendje tjetër logopedike, jo vetëm, mënyra më e lehtë për me identifiku tiparet e autike, është nëse e krahasojmë ata me linjën e zhvillimit tipik. Pra, duke u bazu prej standardeve të zhvillimit tipik, edhe nëse e vrejmë, për shembull, nëse flasim për tiparet e hershme, gjatë foshnjërisë, e dim që një fëmijë me zhvillim tipik përcjell me sy, bën gjeste të ndryshme si cake, bën papa, tregon me gishtat e rekordon diçka, qesh kur dikush lun me ta, e nxit në mënyrën e vetë ndërveprimin me tjetrin, edhe nëse e vren që fëmia që e kemi në vëzhgim nuk po i bën këto sjellje të cilat janë tipike për moshatarët e tij, atëherë është një farë indikatori
që na tregon që fëmia mundet me pas nevojë për mbështetje, nuk do të thotë domosdoshmërisht autizëm, por na tregon që mundet me pas nevojë për një vlerësim pak më të detajshëm, te pediatri një herë mandej te logopedi, për shkak se mandej rëndësia është qendrore për shkak se me identifikim të hershëm vjen intervenimi i hershëm. Kur themi intervenim i vjen që ja ofrojnë fëmijës akomodimin që i duhet, ja ofrojnë fëmijës mbështetjen që i duhet, e kur fëmijës i ofrohen këto gjëra herët, atëherë fëmia ka më shumë gjasa më të larta me arrit potencialin e tyre të plotë të zhvillimit. Pra krahasimi ndodh vetëm në fazën e identifikimit. Momentin që identifikohet, nuk është e shëndetshme për kërkon me krahasu një fëmijë me dikë tjetër. Kjo duhet më bëu vetëm me qëllimin që me identifiku si fëmijë i cili mundet me pas nevojë për një vlerësim më të detajshëm, edhe për intervenim të hershëm. Megjithatë, përmendëm tiparet e para, po të flasim pak për shenjat e para që një prind mund të vërej tek fëmia e tij, domethënë, për shembull, vështirësitë në komunikim të një fëmie me autizëm. Cilat mund të jenë këto shenja, të ndërlidhemi pak me pasqyrën klinike? Treguesit e parë të autizmit, sidomos në foshnjëri, reflektohen mas pari në pjesën e sjelljeve edhe në dimensionin social. Komunikimi vjen në pah ma vonë, sido që tjetë të trija këto, sjelljet, aspekti social dhe komunikimi i kontribuojnë një ana tjetrës. Sa i përket komunikimit, tiparet e para që një prind mundet me i vrejt, janë të natyrës jo verbale. Përkatësisht një prind mundet me vrejt të fëmia mungesën e gjesteve treguese, gjesteve përshëndetëse, e kështu me radhë. Mandej mundet me vrejt mungesën e murmuritjeve, si foshnja, edhe e fundit është që në moshën 1 vjeçare fëmia mundet me shfaq vonesë të fjalës së parë me funksion. Kur themi fjalës së parë me funksion, për shembull me thonë babi, duke dashur me komuniku që po don me pa babin ose duke e njoft babin. Do me thonë, nëse kjo nuk shfaqet deri në moshën 1 ose të paktën 1 vjet e gjys, është si indikator që fëmia mundet me pas nevojë për mbështetje prej profesionistëve. Mirë po edhe kjo varion shumë. Një fëmijë mundet me shfaq fjalën e parë, mandej mundet me largu, mos me e përdor më, mundet me u spe. Për që ata është do herë rëndësishme, është shumë e individualizume, për që ata është rëndësishme që prindi veç me buat identifikimin e hershëm edhe mandej me dërgu të profesionisti për me i tregu ma detajshëm për atë gjendje. Po, megjithatë këto shenja që përmendëm, a ka dallim mënyra se si shfaqet autizmi tek gjinia femrore dhe tek gjinia mashkullore? A ka dallim shenjat tek gjinit? Dallimet qendrore sa i përket që aty në tipareve të përgjithshme, që shfaqen nuk ka. Mirë po, përderisa statistika tregojnë për një numër më të lartë të djemve autik, krahasuar me vajzat, studimet më të thella tregojnë që në fakt ka vështirësi më të mëdha për me identifiku vajzat me autizëm krahasuar me djemt. Kjo supozohet me qenë për shkak të faktorëve të ndryshëm, duke nisë për faktin që në fillim kur është përshkru autizmi, studiuesit e kanë pas gjithmonë për mostër, e kanë pas parasysh gjinin mashkullore, e mandej me kalimin e viteve, po ashtu është gjetë edhe një faktor tjetër, e që është se normat e shoqërisë tonë tipikisht i inkurajojnë vajzat që me qenë më të rezervuara, edhe turpi, ndjenja e ndrojtjes janë më të normalizume të gjinia femrore dhe të vajzat, krahasuar me djemt. Kështu që shpesh herë që ajo ndrojtje, turp mundet me u interpretu që është e natyrës femrore edhe është normale për një vajzë, përderisa në fakt mundet me qenë tipar shenjë e autizmit. Kështu që çto janë çka tregojnë studimet pse mundet me qenë më vështirë me identifiku, mirë po sa i përket që aty në 3 aspekteve janë të ngjashme dhe nuk dallojnë, thjesht profesionisti duhet me qenë më i vëmendshëm drejt çtyne ndryshimeve dhe normave shoqërore të çatij konteksti për cilin punon. Megjithatë, si arrini që ta diagnostifikoni autizmin, dhe cilat janë sfidat me cilat ju si profesionist të fushës përballeni në gjithë këtë proces?
Duke pas parasysh domethënë që teste laboratorike për autizmin nuk ka, kjo për shkak se shkaktarët në nivel biologjik nuk dihen. Ashtu që tham që identifikimi ndodh përmes asaj që prindi profesionisti sheh vëzhgën të fëmija, njëjtë edhe diagnostikimi ndodh përmes sjelljeve të vëzhguara të fëmisë. Tashmë ekzistojnë shumë teste diagnostike që konsiderohen si standardi lartë për me diagnostiku autizmin. E përmendëm më herët që asnjë person me autizëm nuk është i njëjtë me tjetrin. Andaj përveç instrumenteve valide diagnostike nevojitet edhe profesionist, ekspert në fushën e autizmit, ose në të kundërtën ekip multidisiplinar me pediatër, me logoped, me psikolog, psikiatër, ergoterapeut, ashtu që në të vërtetë të kryhet diagnostikim cilësor edhe që ju mundson prindërve me kuptu fëmijën e tyre më mirë edhe me ofru mbështetjen që i takon. Sfidë kryesore profesionale kisha thonë që është fakti që autizmi në 90% të rasteve nuk ndodh si çrregullim i vetëm. Çdo herë është edhe një çrregullim tjetër që mundet me qenë vonesa mendore ose IQ-ja më e ulët. Do me thonë, në këtë rast, tipari i autizmit nuk është IQ e ulët, koeficienti i inteligjencës i ulët, mirë po mundet me qenë si çrregullim dytësor. Edhe kjo ndodh në masë të madhe. Do me thonë, në 90% të rasteve, autizmi ndodh në linjë i kombinum edhe me çrregullime të tjera e jo vetëm si autizëm i pastër. Kështu që kjo është një sfidë që duhemi me pas parasysh, edhe kjo është një prej fakteve që na tregon neve që ekipi multidisiplinar me psikiatrin në të është i domosdoshëm. Për mi pas parasysh krejt çrregullimet psikiatrike, logopedike e jo vetëm autizmin. Megjithatë, trajtimi i hershëm çfarë rëndësie ka? Përmendëm pak më herët, por cila është rëndësia që mund të kihet në suksesin e trajtimit apo rehabilitimit të fëmijëve të tillë nëse e trajtojmë më herët? Ndërhyrja e hershme dhe mbështetja e fëmijës në aspektet komunikuese është kyçe në zhvillimin e gjithëmbëlshëm të fëmijës, ashtu që fëmia me arrit potencialin e plotë zhvillimor të tij. Arsyeja pse kjo periudhë është qëndësore është sepse pasi që truri i fëmijës në moshë të hershme është më i adaptueshëm. Do me thonë, nevroplasticiteti është më i lartë dhe truri merr informacione më lehtë, edhe modelon më lehtë. Në anën tjetër, nëse ndalim te pjesa e komunikimit në veçanti, nëse vështirësitë në sferën e komunikimit nuk adresohen herët, fëmija do të përpiqet të gjejë mënyra tjera komunikuese ashtu që të fitoj vëmendjen e personave tjerë. Vëmendje të cilën nuk mundet me marrë ndryshe. Do me thonë, ka vështirësi me tregu atëherë kur është i uritur, atëherë kur dëshiron me pi diçka, ose kur po don me dalë jashtë, ose kur po i dham dikon, edhe nuk mundet me tregu verbalisht. Kështu që në atë rast fëmia fillon të shfaq sjellje që për personat për rreth mundet me u interpretu si sjellje negative ose si sjellje pa përshtatshme, po faktikisht është mënyra vetme se çysh fëmia mundet mi komuniku nevojat e veta. E kur kjo identifikohet herët, mbështetja logopedike jepet herët, fëmijës i ofrohet mundësia për me komuniku atë nevojë në mënyrë të duhur, edhe kështu i parandalon sjelljet e shumta të papërshtatshme që mundin me ndodhë nëse intervenimit nuk ndodh herët. Megjithatë, kur jemi te çështja e intervenimit apo procesi i terapisë logopedike, si është një seancë tipike logopedike me një fëmijë me autizëm? Pra si trajtohet? Faktikisht që ashtu qysh autizmi është spektër, ngjashëm edhe seancat logopedike variojnë në masë të madhe, variojnë prej natyrës të fëmijës, a është verbal apo nuk është verbal, variojnë prej vështirësive që i ka, a ka edhe vonesë mendore, a është vetëm autizëm, varion prej preferencave dhe interesave të veçantë që fëmia mundet me i pas, edhe varion prej nevojave dhe prioriteteve të prindërve. Kështu që nuk ekziston, përderisa në çrregullime tjera mundemi me pas seanca tipike logopedike, që janë çrregullimet e të folurit, artikulimit, te autizmi
as seancat logopedike nuk janë asnjëherë tipike, edhe variojnë shumë edhe bazohen në bazë të asaj që fëmia shfaq dhe prindrit kërkojnë edhe kanë prioritet. Po. Megjithatë, në çfarë moshe fillohet dhe ju zakonisht filloni të punoni me fëmijë që janë diagnostifikuar me autizëm? Çfarë moshe mund të fillohet të punohet me to? Në fakt, logopede mundet me nis punën shumë ma herët se sa që fëmia diagnostikohet. Madje një gjë e tillë edhe inkurajohet për shkak pavarësisht diagnostikimit ajo, për shkak se diagnostikimi mundet me marrë shumë kohë edhe ka kosto gjatë të madhe financiare, kështu që na mundohemi me inkuraju prindërit që në momentin që vrehen vështirësitë e para në komunikim apo dallimet në sjellje, inkurajojmë prindërit me i pru fëmijët te logopedi ose te psikologu, ashtu që me pas një vlerësim të thellë të aftësive të fëmijës, edhe mandej me nis punën me njëherë. Pra një logoped mundet me nis punën me një fëmijë i cili ka nevojë për stimulim gjuhësor, pavarësisht a është autizëm ajo, që prej moshës 1 vjeçare. Do me thonë, kjo është një periudhë kur logopedi mundet me nis me punu me një fëmijë i cili pavarësisht diagnozës thjesht ka nevojë për stimulim gjuhësor. Po. Megjithatë, Halime, të ndalim edhe pak tek ajo që përmendëm më herët, intervenimi i hershëm. Përveç intervenimit të hershëm, gjithashtu edhe ndërgjegjësimi i hershëm i shoqërisë, edukatorëve, profesionistëve shëndetësorë është shumë e rëndësishme. Cila është rëndësia e intervenimit dhe ndërgjegjësimit të hershëm te këta çrregullime? Në fakt, qysh e përmendëm edhe më herët, adresimi i vështirësive herët mundson akomodim më të mirë për fëmijët, duke i parandalu vështirësitë që mujnë me ndodhë mandej në të ardhmen nëse që ato vështirësi nuk adresohen herët. Duke e pas parasysh po ashtu që autizmi është gjendje neuroshpillimore dhe si e tillë kjo gjendje përcjell individin gjatë krejt jetës, ndërgjegjësimi i prindërve, i profesionistëve shëndetësor, i edukatorëve dhe i shoqërisë në përgjithësi është kyç. Përderisa ndërgjegjësimi i prindërve, edukatorëve, profesionistëve shëndetësor konsiston në ndërgjegjësim që ju mundson atyne me identifiku herët autizmin të fëmija i tyre, ndërgjegjësimi i shoqënisë është kyç për me u lehtësu punën këtyne 3 aktarëve kryesor, prindërve, edukatorëve dhe profesionistëve shëndetësor, edhe me ju mundësu personave autik integrim dhe përfshirje më të lehtë në shoqëri. Dhe me thonë krejt që kjo është ideja. Kjo bisedë që po e kemi tash bashk është faktikisht pjesë e ndërgjegjësimit që na po e vojmë për secilin prej këtyre aktarëve. Është ndërgjegjësim për prindin atëherë kur i kupton tiparët ose shenjat e hershme të autizmit. Është edukim edhe ndërgjegjësim për edukatorët në rastin kur dështon si hallk pjesa e prindit dhe edukatori e sheh në kopsht, edhe mandej diskuton me prindrit edhe i referon ata te profesionisti. Ndërgjegjësim është për profesionistë shëndetësor, mjekët, të cilët në të kaluamën kur i kanë kryer studimet nuk kanë mësuar për autizmin, përderisa ata ka hulumtime të shumta të cilat tregojnë për këtë edhe ata thjesht duhen me u përditësu me këto njohuri, edhe në fund siç është mbitorët është pjesa e komunitetit, e shoqërisë, të cilët duhet me pas parasysh një formë ndryshe të funksionimit njerëzve, edhe kur një prind që ka fëmijë me autizëm dal në park, me i kursy ata prej vëshkimeve të thella që mujnë me pas, duke i bo me uni para hat. Të me thonë, është secila hallk e rëndësishme dhe në momentin që secila prej këtyne arrihet mas të madhe, mirëqenia e personave autike dhe familjarëve të tyne rritet. Cili ishte ai motivi ose ajo që të inspiroi Halime që të merresh me këtë drejtim, të studiosh këtë drejtim dhe cilat janë sfidat më të mëdha me cilat ju si profesionist të fushës përballeni? Faktikisht, arsyeja pse në fillim kam studiu logopedi është pikërisht për shkak se kam qenë shumë e intrigume prej fushave, qoftë sociale, qoftë natyrore dhe logopedia ka qenë kombinim shumë i mirë i këtyne. Për që ata edhe më ka lind interes i natyrshëm për me studiu autizmin, e mandej edhe përvoja praktike më ka orientu në qatë drejtim
që me studiu autizmin edhe me ndërgjegjësu masën për autizmin në përgjithësi. Sfidat kisha me thonë që janë të përbashkëta, ashtu si të kolegëve të mi. Në një vend si Kosova ose vendet si Maqedonia për komunitetin shqiptar atje, vendet shqipfolësën në përgjithësi, shkencat si logopedia, ergoterapia janë shkenca relativisht të herët edhe kryesisht profesionistët janë profesionist të rinj, edhe të cilët kanë dalë në treg dhe kanë nisë me punu shumë herët, duke mos pas pajisje, teste të standardizume dhe vlerësuese, kështu që përderisa një profesionist i ka pas gati, një inxhinier ose një edukator i ka pas gati këtu, një logoped nuk i ka pas gati, po bashkarisht jemi tu i ndërtu ato. Kjo është edhe arsyeja pse studimet jashtë vendit në rastin ton janë kruciale, për shkak se na mundsojnë që me marrë përvoja të suksesshme këtu, edhe mandej me i pru ato në vendet shqipfolëse, në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipni e kështu me radhë. Cili do të ishte mesazhi juaj si profesionist i kësaj fushë për gjithë publikun, për prindërit, për kolegët tuaj, në përgjithësi për një ndërgjegjësim apo sensibilizim të përgjithshëm në lidhje me këto çrregullime dhe një ndërto autizmi? Faktikisht, një përmbledhje e krejt kësaj çka e diskutum, kish me qenë një farë mesazhi për prindërit edhe për publikun. Kur themi që autizmi është gjendje neurozhvillimore, kur themi që autizmi është gjendje e përjetshme, kjo nuk duhet më u marrë si dekurajim në çfarëdo mënyre, po duhet me u marrë si informacion në cilin nëse na intervenojmë herët, nëse na e ofrojmë mbështetjen që duhet, atëherë mundemi me pas një mirëqenie më të lartë për secilin person me autizëm. Kështu që njëjtë qysh e shohim periudhën e zhvillimit të një fëmije me zhvillim neurotipik, cili po ashtu ka sfida, njëjtë duhemi me pa edhe rrugtimin unik të zhvillimit të një personi, të një fëmije me autizëm, edhe me i ofru asaj mbështetjen që i duhet në mënyrë që mos me mbri në standardet që bota i kërkon, po me mbri në përmbushjen e potencialit që fëmija e ka. Kështu që thjesht me punu çdo herë me shumë shpresë, edhe pa u dorëzu, për shkak se suksesi është i paevitueshëm. Njëjtë që është për fëmijë neurotipik, njëjtë është edhe për ata neurodivers edhe për persona me autizëm. Halime, unë të falenderoj shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë dhe për gjitha këto informacione kaq më rëndësi që kanë të bëjnë me një çrregullim shumë të rëndësishëm siç është autizmi. Uroj që këto mesazhe të jenë të dobishme për shoqërinë, për popullatën. Faleminderit shumë, të dëshiroj shumë suksese në punën tënde dhe uroj që të trajtojmë dhe tema tjera bashkë. Faleminderit shumë Arian. Me shumë qaf. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, pra kemi pasur kështu në një linjë të drejtë për drejtë një profesioniste të fushës së logopedisë, me cilën kemi trajtuar temën e autizmit si një ndër temat për cilat shumë flitet në popullat dhe uroj që sadopak të jemi sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar përmes mesazheve edukative që profesionistja e fushës i dha për emisionin ton. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.